Art Motion, vendi kura zemra e basketbolit në vendin ton, direkt nga Seza i Suroj në Prizren. Sot ju sjell edhe një kënaqësi fantastike basketbolistike në këtë të diel me shi. Do të nxejmë atmosferën me duelin Bashkimi Go plus Peja. Derbi 5 i Dugaxhinit, këtë edicion të mrekullueshëm të elitës basketbollit kosovar. Procredit Superliga 2026, definitivisht kampionati më i bukur, më i paparashikueshëm, më atraktiv dhe më dramatik në 20 vitet e fundit. Dhe gjitha këto po i përcjellim edhe po kënaqemi së bashku. Allruz basketbollit ku do qeni duke na shikuar këto qaste, Kosovë, Evropa po Amerikë, mirë se erdhët në krye ndeshjen e Gjiros 20 edicionit si vjetëm të mrekullueshëm të Procredit Superligës midis dy top skuadrave, Bashkimit në pozitën e dytë dhe Go plus 5 në pozitën e tretë. Dhe sonte me ju në edhe një bukuri basketbolli jam unë Agon Femio. Saktësisht 3 muaj më vonë, Bashkimi dhe Go plus Peja po takohen përsëri këtu në këtë arenë të bukur në Seza i Suroj, me 15 nëntor të vitit kalum, kur u takuan Bashkimi e Peja në këtë ambient, kishin qenë dy skuadrat e vetme të pamposhtura, me nga 5 fitore pa humbje. Derbi i Dugaxhinit me 15 nëntor këtu ishte derbi për primat dhe Bashkimi triumfoi pas një dueli të ngurtë dhe dramatik, ku kemi pas 8 barazime dhe përsia kishte ndru on 11 herë, kurse në fund triumfuan Portokallin për të mbetur të pamposhtur. E shkojmë tani me prezentimin e ekipeve. Kapiteni Arti Hajdari me numër 9, me numër 0 Shëndrit Lapi, 3 Shoshaj, 4 Mala, 5 Green, 7 Edwards, 8 Oshowen, 21 fani Drina Demaj, 23 Sala Begoli, 24 Hasanaj, 31 Rod dhe 66 Nila, me trenerin Damir Milaçiçin, trenerin kryesor, edhe tashmë edhe Gyltekin Selimi, i cili u durhëq i ndau rrugët me vllazimin javën e kaluar, e tani është ndihmës trener kryesor tek Peja. Në anën tjetër, kapiteni Valon Bunjaku për Bashkimin, Malcolm Armstead, numër 1 Kenny Airwooden, fluturuesi iri i Bashkimit, 2 Fisjashari, 7 Shannon Shorter, 8 Iken Wamu, 11 Asia Cousins, 13 Veton Gjeçaj, 23 Muhamed Ali Anjeva, 27 Lejson Zeqiri, dhe numër 32 i rikthyer në basketbollin kosovar, ja po e shihni atje Gjosh Nzakor, ish qendra e Sigar Prishtinës, tani një fuqi në trapez në qendër të Bashkimit, treneri Jovovic me ndihmësit e tij Gjeçaj dhe Gështenjën. Dhe shkojmë tani me intonimin e himnit të Kosovës. Sikur se thash, pra, ndeshja e parë me 15 nëntor këtu i takoj skuadrës Bashkimi, ndërkohë përballja e fundit midis rivalëve të vjetër në kuadër të Procredit Superligës u zhvillua në Karagash me 21 dhjetore, ajo doli të ishte antologjike, një shfaqje me të vërtet fantastike basketbolistike, e cila ka shkuar në hiç më pak se 2 vazhdime dhe në fund ajo dram u përmbyll me fitoren maksimalisht minimalit të Bashkimit, 119, 118, 237 kosha në një ndeshje
ka qenë një spektakël i vërtet. Pra është kjo përballja e tretë si vjet midis Bashkimit e PES në kuadër të Pro Credit Superligës dhe sikurse e pa të dyja ndeshjet para prake i ka fitu Bashkimi me shumë mund dhe me rezultate minimale. Çfarë atmosfere në Sezai Suroi, përgatitje të arpagjive për finalen e madhe të Kupës së Kosovës në Mizajrisma të mërkurën kundër Trepçës për herë të dytë rresht. Do të ndeshën këto dy top skuadra viteve të fundit dhe për herë të tretë në 5 vitet e fundit Bashkimi në kërkim të trofeut të Kupës pas plot 25 viteve ku Bledar Xheçaj, tani ndihmës trajneri i Bashkimit, ishte protagonist dhe më meritori për atë trofe dhe atë sukses në vitin 2001. Pra Bashkimi dhe Go Plus Beja si vjet u takuan edhe 2 herë tjera përveç se në kampionat, u takuan në kuadër të çerek finaleve të Kupës Kosovës dhe edhe këtu më të mirë ishin portokallin që triumfuan në 2 takimet përsëri me rezultate të ngushta këtu në Sezai Suroi me 8 janar 96-90 dhe në Karagaç me 22 janar me rezultat 70-73. Pra si vjet Bashkimi po i dominon plotësisht përballjet me PEN, pasi ka fituar gjitha 4 përballjet direkte dhe sonte kjo është ndeshja e 5 si vjet. Ky është derbi 5 i Dugaxhinit për këtë edicion, i cili po vjen në prag të ndeshjes së madhe që e pret Bashkimin të mërkurën nga ora 19:30 në Mizajrisma, pra finale e Kupës Kosovës 2026 kundër Trepçës. Do të jetë kjo një super finale, një super shfaqje dhe spektakël sporti, sepse Trepça dhe Bashkimi po takohen, pra edhe thash, për herë të dytë në finalet Kupës dhe për herë të tretë në 5 vitet e fundit. Dimësit nga Dim Shabani kryesori me Dimësit Tuklarin dhe Vitakun sonte do të drejtojnë këte derbi të Gjiros 20. Për herë të parë është Trepça e Bashkimi u takuan me 2022 në finalet të Kupës dhe ndërkohë përballën edhe vitin e kaluar të dyja finalet i fituan Mitrovicasi që përndryshe janë fitues të 4 fisht Kupës së Kosovës dhe si vjet. Bashkimi po synon të ndërprej këtë seri edhe ta kthej Kupën e Kosovës në Prizren për herë të parë pas një çerek shekulli. Hera e parë dhe e fundit që klubi më i vjetër në vendin tonë e kishte fituar Kupën e Kosovës ka qenë viti 2001 pikërisht në këte palestër Sezai Suroi, kur aso kohë arkitekti fitores dhe lojtari kryesor ishte pikërisht Bledar Xheçaj, shkodrani që Prizrenin e ka shtëpi të dy dhe aktualisht është ndihmësi i Jovovicit. Do të jetë ky një spektakël sepse po takon 2 top skuadrat kosovare viteve të fundit që kanë përbërje të jashtëzakonshme dhe të mërkurën brëma të gjithë së bashku. Edi dhe jam i bindur se kemi me u kënaq me bukuri basketbolistike nga Mizajrisma. Bashkimi dhe Go Plus Beja janë 2 skuadra që këtë edicion të mrekullueshëm të Pro Credit Superligës e fillon në mënyrë briljante. Bashkimi me 7 fitore pa humbje në ciklin e parë vjeshtor, Go Plus Beja me 6 fitore dhe vetëm një humbje pikërisht nga Bashkimi me 15 nëntor këtu në Sezai Suroi, ndërkohë e patën një cikël të dytë vjeshtor katastrofal. Të dyat kanë psu rënje të hatashme në formë dhe kanë shënu nga vetëm 2 fitore dhe psuar hiç më pak se nga 5 humbje secila. Kurse këtë gabim e ka shfrytzuar kampioni aktuale Trepça, e cila me një formë të hatashme dhe 15 fitore vetëm një humbje shpërtheu në maje. Megjithatë, Bashkimi ka ruajtur konsistencën dhe stabilitetin, nuk është ty, kryesia i ka besu trajnerit Jovovic, publiku i ka qëndruar ekipit, lojtarëve dhe trajnerit prapa dhe siguria. Forma e shkëlqyeshme është kthyer përsëri në Sezai Suroi dhe tash Bashkimi në fazën finale të edicionit dhe betejë për trofe është përsëri ai fillimit të kampionatit një super skuadër. Duhet të theksoj edhe një detaj shumë e rëndësishëm sa i përket startit perfekt Bashkimit si vjet dhe barazimit të rekordit historik të klubit që vendosi vitin e kaluar gjithashtu me 7 fitore pa humbje. Si vjet, për dallim nga viti i kaluar, portokallin debutuan edhe në garat të FIBA Europe Cup dhe atë me 4 fitore ndaj skuadrave të fuqishme si janë Villi, kampioni FIBA Europe Cup 2023, po e shohim pra Bashkimi me Punjakun Shorterin, Bamun Zeqirin dhe Qoshën Zakorin, fuqia në qendër të trapezit. E në anën tjetër Peja do starton me Malën Edwardsin, Williamsin, kapitenin Hajdari sonte dhe Rod.
Dardan Berisha i lënduar edhe më tej mungon, pra ajo shkyrje e muskulit të këmbës do të mban jashtë edhe para kualifikimeve. Giganti Logan Routt 211 cm i cili erdhi në pej për të zaventësuar Alan Herdonin. E të ndëgjojmë edhe himnin e flamurit. Pra, qdo që është e nkatshme për fillimin e derbit të 5 të Dugazhinit për si vjet, bashkimi Go Plus Peja, bashkimi në pozitën e dytë aktualisht. Pra, i ka 13 fitore e 6 humbje, ndërsa Peja është e 4-ta, 10 fitore e 9 humbje. Dhe tani, lidhe topi. E ndalët loja. Kjo është një protest e referve për atë që ka ndodhë mbram. Treshja e referve Shabani, Uglari dhe Vitaku largohën nga palestra. E mbetën lojtarët të habitur se çka po ndodhë. Kjo është shaj proteste për atë që ka ndodhur mbram në sulmi fizik i cili i është bërë referit Haxhani Ezenit nga një zyrtari i vllazimit. Edhe shoqata referve të Kosovës, gjyqtarëve të Kosovës ka reaguar sot. Natyrisht referët do të kthehen, kjo është një shaj proteste. Të gjithë janë të habitur, mirë po unë kisha këtë informat. Duhet ju them që ajo që ka ndodhur mbrëm nga i referit Haxhani ka qenë e shëmtuar. Pavarësisht, a ka kritika në referim dhe gjykim të gjyqtarëve, a ka lëshime, mund të ketë, nuk është krejt në rregull, megjithatë ta mbajmë një send në mend. Askush nuk ka të drejtë me prek me dorë dhe me sulmu fizikisht asken në fushë të basketbollit. Qoftaj refer, zyrtar, lojtar, e tjera. Basketbolli, aktorët e lojës janë aktorë të lojës. Gjyqtarët për referime dhe gjykime të dobta e kanë shoqatën e gjyqtarëve, e kanë komisionet të cilat i dënojnë. Klubet kanë të drejtë që të ankohen dhe të kërkojnë konsekvenca dhe ndërshkime për mos referime të gjyqtarëve, mirë po duhet të ndiqen propozicionet e garave. Ja kthehet treshja e gjyqtarëve Shabani, Uglari dhe Vitaku. Topi pas kërcimit do të jetë për bashkimin. Bunjaku, pick and roll atje, çfarë sigurie sjell, shikoni atje reagimet e Nzakorit, mbrojtje mirë Logan Routtit. Do të jetë ky një duel shumë interesant mes të Josh Nzakorit dhe Logan Routtit. Nzakor 205 cm, vjen atje shënimi i parë nga pikërisht Routt. Do të kemi një duel të jashtëzakonshëm në qendër mes të gigantit Routt dhe Nzakorit 205 cm. Depërtim atje i bukur. Nzakor e fiton këtë duel. Tentimin Vamut. Kundër shumë i shpejt Mala. Afer e ka Shannon Shur. Por mrekulli edhe njëherë në thellësi.
Asistim fenomenal atje i O'Shawn Williamsit për Routin. 4 pikë të tij të një pasnjëshme. Bunjaku për Wamun. Ku Lejson Zeqiri tenton për 3 pikë dhe me të parën në tentimin e tij të parë e afron rezultatin në 3-4. 2 tentimet e para ishin për 2 pikë, e treta për treshe, e treta vërteta Lejsoni drejbet e vendi. 3 pikë e para të tij, Arti. Dihman atje, Lejsoni bën presion edhe shorteri. Malja e ka dorën e butë për këtyre pozitave. Ditë që lën për treshe. Jo kësaj here. Topi hamendet dhe në aut. Kërkon atje trajneri Damir Milaçishi, kroati i cili ka udhëhequr së fundi Allkarin e Sinjit. Sinji është një qytet afër Splitit në Kroaci, në Bregdetin e bukur krah, në Adriatikun Dalmacinë, e cila para disa mi vjetëve ka qenë e jona, sidoqoftë. Jovic kërkon 14 sekonda atje për këtë sulm. Wamu nga pozita ku zakonisht folli Musa Malës e shtyen atje Shannon shorterin. Edhe njëherë. Ja, nga prapa e shtyu shorterin, i cili e mbylli mirë Musabin, e pa referi mirë. Malja ka mbrojtjen fenomenale, lufton atje me shorterin, i cili me hap prapa, por atë që zakonisht e bën kërcimin në sulm nga kapiteni Valon Bunjaku, e ka timingun e hatashëm për këto kërcime në sulm. Asiston dhe rezultati e përsia e pare bashkimit për 5-4. Edwards për mrekulli atje në thellësi. Kësaj radhe Edwards asiston dhe Rout realizon gjitha 6 pikët. Rout bashkimi 6-5. I hatashëm qendra e Pejës, Logan Rout, i cili erdhi pra nga Liga e pare Turqis, më herët ka luajtur edhe për Nimburgun dhe në Sloveni tek Zlator Oglashko. Williams edhe sa bukur atje, i hatashëm Valon Bunjaku nuk realizon kundër sulmi shpejt. Williams për Arti Hajdarin i vetmuar tenton, nuk realizon. Edwards më i larti në kërcim, vazhdon atje sulmi. Edwards kërkon trajneri Milaçić personale e Zeqirit. Lejsoni e ndalë në mënyrë të paljuar, edhe njëherë Wamu prapa shpinës për mrekulli. Kjo asistim fenomenal dhe Lejson Zeqiri e dërgon projektilin të vendi. Edwards kësaj radhe perfekt po funksionon. Pick and rolli i Pejës sonte kësaj radhe ishte Edwards ai i cili deportoi në brendi dhe realizoi për 8-5, e përsia më lartë e Pejës, ajo prej 4 pikëve, 4-0 në fillim. Pick and roll me Zakorin, vonuan Wamu. Edhe një pick and roll i hatashëm, por nuk po e finalizojnë si duhet. Logan Rout, mbrojtje e mirë edhe në sulm, edhe në mbrojtje. Rout i shkëlqyeshëm, 6 pikë. Një kërcime, një top i vjedhur. Në loj Armstedi, i cili vjen ka nevoj për organizimin e Armstedi. Tani tentim për 3 pikë Lejsoni. Kur atje shorteri e kthen topin të Wamu dhe në fund Edwards e spastron situatën. Williams, kërcimi ti, shkon atje shpejt në kundërsulm dhe 8 sekonda. Tash Green do të inkuadrohet në loj në vend Logan Routit.
nevrikoset shumë. Milačići me këtë top të humbur, është topi i pari humbur i Go Plus PS. E vjell topin Musa Mala, e rikthem për mrekulli touchscreen. Dhe Armstedi nuk duhesh me çu topin poshtë, sepse Armstedi e bën këtë që e bën. E ka përvojën 37 vjeçari. Reprezentuesi i Kosovës Malcolm Armstead, ish Pejani, erdhi gjatë këtij kampionatit, kaloi nga Peja në bashkim në dhjetor me dëm shpërblim. Pas mosmarrëveshjeve me klubin Pejan, Arti Hajdari, kapiteni për mrekulli dhe për të në thellësi realizon dhe e dyfishon avantazhin 10-5. Arti Hajdari e detyron trajnerin Igor Jović të kërkon time-out. I pata që adhurus të basketbolit dhe basketbolistët e klubit basketbolistik të femrave të bashkimit, të cilat për herë të 5 rreshte fituan kupën e Kosovës në basketbol javë më parë, të prirë nga kapitenja Aulona Muhadri. Dominim absolut, ishte një finale fenomenale e kupës Kosovës për femra. Armstead dhe Mala. Cousins për herë të parë e ndrojnë atje. Luftan Gjoshen Zakori për mrekulli, krijon vetës hapësin dhe afron rezultatin në 7-10. Janë këto pikët e para të Zakorit. Në anën tjetër, bukur atje Luftan Edwards. Edhe njëherë e pengojnë atje dy lojtarët shkurt, e tërheq topin jashtë. Asiston për Arti Hajdarin, i cili bombardon dhe treshën e realizon. Katër pikë të Arti Hajdarit. 13-7 përsia më e lartë tani prej 6 pikëve. Edwards. Milačići atje i shpjegon se çka duhet me bo. Mala nuk ja pason Greenit. Fatin Shosha i bëhet gati për të inkuadruar në lojë. Arti edhe njëherë. Të shohim kush ka shkaktuar faul. Është Gjoshen Zakori, ai i cili shkaktoi personale. Zakor largohet dhe në lojë Kenny Wooten. Një karrierë e pasur ndërkombëtare, filloi në Universitetin e njohur Oregon, ku dallua me mbrojtje dhe si lojtar me fuqi të madhe, kërcyese dhe dominuese. E këtë e dëshmoi javën e kaluar. Një prej fluturuesve, opala. E këtu fluturon edhe një treshë kësaj radhe. O'Shawn Williams për epërsin më të thellë të Pejas prej 9 pikëve. Wooten, çfarë kthimi ka, çfarë shkputje ka. Vjen tentimi për 3 pikë, nuk realizon Logan Raut. Qandra 211 cm. Raut më i lartë atje, Shoshaj. Eshe atje koridorin e hapur, Shorter, Raut, lufton dhe ka shfall, po. U vonua atje Kenny Wooten me ndal Rautin, ja, Valbona Bytyqi po e shohim pas largimit të përkohshëm të kryetarit Fatmir Gashi dhe drejtorit Ekzomburit. Kemi një kryesi të re të KBP-a në mesin e
ati grupit punues, grupit drejtues, ma mirë me thonë, është edhe Valbona Bytyqi, legjenda e basketbollit femror, jo vetëm Bejon, por Kosova në përgjithësi. Logan Raut realizon edhe 3 pikë të tjera. Kemi një seri prej 9-0 tani dhe përsin më të thellë prej 12 plus të Pejës. Një start befasues, edhe një kërcim atje i Tash Greenit. O'Shawn Williams nuk ngutet, organizon tani sulmin. Williams për Shoshajn, tenton Fatlindi, edhe një treshe e treta rresht për 22-7, 15 pike përsi për Go plus Pejën. Çka po ndodh këtu? Fenomenal atje. Armstedi tenton mu përgjegj, edhe një kërcim. Dominim absolut i Go plus Pejës në kërcime adhurus të basketbollit. 10-6 momentalisht, 6-3 në asistime. 3 treshe të Pejës. E vetëm një. Logan Raut atje dominon Kenny Vutenin për 24-7. Çfarë starti? Shkon atje Cousins edhe realizon një seri prej 14-0 e patëm parës të nderuarit e mi, të cilën e ndërpren 17 pike përsi. E përsia maksimale, e cila kthehet i pandalshëm është Logan Raut sonte 9-26. 26 pik në 8 minuta ka pranu bashkimi, dhe kjo nuk është mbrojtja të cilën e luan Jovovici. Lejson Zeqiri luan atje. Blokade Logan Rautit kundër sulmi shpejt. Asistim fantastik për 28-9, 19 plus e përsia më e thellë e Pejës. Çfarë starti i stuhishëm i Go plus Pejës. Shorter tenton të përgjigjet me treshe, topi vjen te Vuteni. Cousins për Shorterin, Shorter dhe Williams i ndihmon atje Hardari. Cousins deporton, edhe deri në fund realizon për 11-28. Nga dalë po hym në minutin e fundit. Raut i jashtëzakonshëm. 13 pikë të Logan Rautit, 2 kërcime, 1 blokat, 1 top i vjedhur, pa e humbur fare. Dominim absolut i gigantit Pejan. Shoshaj deporton deri në fund, nuk realizon kundër sulmi shpejt. Atje Cousins për mrekulli në mënyrë elegante. Në fakt Isaiah Cousins shënon për 13-28. Tani presioni publikut, fish klima për të dekoncentruar mysafirët. Williams për Arti Hajdarin, i cili lanson dhe edhe një treshe shënon shifrat të kthyer mbrapsht. 1-3-3-1, 13-31 rikthen 18 pike përsi. Treshja e dytë e kapitenit Arti Hajdarit, 10 pikë të Artit, 13 të Logan Rautit. Ky tandem 23 nga 31 pikët e Go plus Pejës në start. Cousins bukur atje deporton dhe realizon tani përmes Cousinsit. Atje kemi një duel verbal mes të kapitenit Arti Hajdari dhe Isaiah Cousinsit. Mirë po, Arti nuk reagon. E shikon në sy Arti Hajdari dhe i thot atje referve këshirni kujdes në provokimet e ti. 15-31, Isaiah Cousins në anën tjetër është ai i cili po e mban në lojë Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ue, Eria, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta.
që për shembull, mundesh me blet çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Që? Topa? Edhe ato me 0% interes. Ja, le ma veç pak të kënaqet pjesë. Me t'ble pa interes, me t'ziu ne po pres, shumë lart me pagu, a jeti tungu. Qështu do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo. Paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Një start fantastik i Go plus PS 31 pikë të realizuara. Vetëm 15 të bashkimit e përsia më thellë ishte 19 pikë. Tandemi i arzakonshëm super i nxehtë. Logan Rout dhe Arti Hajdari 23 nga 31 pikët. Dhe seria vazhdon, kësaj radhe Edwards realizon në start qereku të dytë për 15 me 33. Është kjo pika e 4 të Edwardsit. Hajdari 10 pik, Arti kapiteni 10 pik, 2 asistime, 2 kërcime. Në anën tjetër Logan Rout 13 pik, 2 kërcime, një top i vjedhur dhe një blokad. Asnjëri nuk kanë humbur topa, vetëm një top i humbur i Go plus 5 në qerekun e parë, 3 topa të humbur të bashkimit, tek i cili me 8 pik u dallua Cousins, i cili kësaj radhe nuk realizon, mbetet 18 plus për pejanët. Williams, pick and roll i mirë, por nuk ja pasoj Edwardsit. Edwards dhe Wooten, gabim në hapa i Caesar Edwardsit. Mbrojtje mire Kenny Wootenit aty, e kërkoj kontaktin në shpinë, ma pas u largua, detyroj Edwardsin që shkakton gabim në hapa. Është ky vetëm topi i dytë i humbur i Go plus 5. Williams bën presion atje në Nwamun. Do të rikthehet në lojën Zakori. Cousins për Janjevën. I vetmuar atje Janjevën, Nwamun nuk ja pason si duhet. Tentim për 3 pik i Janjevës nuk realizon. Tash Green, arma kryesore e pejonëve në pjesën e parë të kampionatit dhe aktualisht është koshashënuesi më i miri i PS me 15 pikë për ndeshje. Edwards bukur atje, ka mundur të lëndohet, i fuqishëm është 205 cm-shi për 15 me 35 e përsin më të thellë prej 20 pikëve. Sa po zhvillohet minuti i 12 i ndeshjes. Edwards, mbrojtje e mire Nwamut ja vjedh topin kundër sulmi shpejt. E faulli Fatlind Shoshajt ndaj Valion Bunjakut. Wooten largohet, nuk pati hapësirë për të dëshmuar kualitetet e tij fluturuese. I qetë është shumë Kenny Wooten. Në lojë kthehet Zakor, i duhen muskujt dhe fuqia e Zakorit tani. Trajnerit Jovic, Valioni deporton e kthen topin jashtë. Kërkojnë gabim në hapa atje nga Cousins. Janjeva me tentimin e tij të dytë dhe herën e parë nuk realizoi, herën e dytë projektili të vendi e dërgoi. Dhe me njëherë reagon atje trajneri Damir Milaqishi. Nuk dëshiron të lejoj skuadrës së bashkimit që të hynë në seri. I paknaqur
me mënyrën se si po e luajnë mbrojtjen, nuk dëshiron që të lejon treshe të lehta. Ja po I shohim edhe statistikat e skuadrës Peës. 4 treshe nga 7 tentime. Dominim absolut në brendi me 11-2 piksha nga 14 tentime, një gjuajtje e lirë. Me të vërtet dominim absolut I mysafirëve sonte, kërcimet në sulm po ashtu po dominojnë nga 14 kërcime, 4 në sulm, 11 asistime, me të vërtet të hatashme. Një start që pak kush e ka pritur sonte në këte derbi të Dugagjenit, ku Bashkimi është parë si favorit, marë parasysh edhe përbërjen edhe formën e skuadrës. Megjithatë, sonte një start I stuhishëm I Go Plusit. Shëndrit Llapi, sa bukur atje, depërton derën në fund. Logan Raut, menqëm atje, vetëm e mbylli Janjevën, nuk luftoj, e la që Janjeva ta që stopin jashtë vis. Edhe sekonda për këte sulm, Shoshaj e she koridorin, depërton të Rauti. Llapi ishte I vetmuar, nuk e pason Raut tani. Shëndrit Llapi, depërton me tabel, nuk realizon më I lartin Vamu, Bunjaku kundër sulmi shpejt. Dalët I vetmuar është atje Kazensi I cili depërton, blokohet atje nga Logan Raut, dërsa Damir Milošić nevrikosat atje në O'Shawn Williamsin I cili gaboj gjatë udhëheqjes së topit me këmbë. Arti Hajdari do të rikthehet në lojë. Mbrojtje e mirë atje Llapi, depërton derën në fund. Gabim në hapa nga Shëndrit Llapi. I shpjegon atje O'Shawn Williamsi çka kërkon prej ti, shko anash dhe hape lojën, mos muras atje me njëherë. Tentim dhe realizon treshja e 2 tresht, 21 me 35, 2 treshet një pas njëshme të Bashkimit. Pas asaj të Janjevës edhe Bunjaku, 2 vendorët, 2 reprezentuesit e Kosovës, Janjeva dhe Bunjaku bombardoj me 2 treshet të një pasnjëshme dhe minusin 20 pikve e afrojnë në 14 tani. Kazens largohet nga loja për të pushu. Shorter është kthyer në lojë. Shoshaj për Rinin, Arti Hajdari nga pozita e vështirë, lufton atje Logan Raut me lëvizje mashtruese, kërcim në sulm nga rasti I dytë, edhe një herë I jashtëzakonshëm është Raut. Edhe në ndeshjen kur debutoi, ju pa ta thënë se me lëvizjet e tij, me mënyrën se si po luan inteligjencën e basketbollit, është I hatashëm, e ka koordinimin fenomenal. Ja, Kian Anderson, lojtari kryesori Bashkimit në vjesht me 16 pik, 6 asistime e 3 kërcime. Tani 23 me 37 afrohet përsëri rezultati në 14. Shoshaj punon atje Hajdari, e pa se si po e ndjek Bunjaku. Janjeva presion në Hajdarin, Janjeva dhe Bunjaku, çfarë mbrojtje I mundsojnë atje, iken Vamut të ik në kundër sulm për 25 me 37. Dhe tani kemi një shpërthim të portokallinëve.
Mbrojtje hatashme e Janjevës dhe Bunjakut. Tandemi i reprezentuese, tandemi vendor i Bashkimit. Muhamed Ali, Janjeva dhe Valion Bunjaku i mundsojnë ike në vamut me ik në kundërsund dhe me ngulit. Nga plus 20, tani 12 pik për Pejën. E shkrin disa avantajin, ja atje touch green. Përshëndetet në lojë, rikthehet O'Shawn Williamsi, Valion Bunjaku, tenton kësaj radhe nuk realizon. Williams, kthehet Bunjaku në mbrojtje. Tet agresiv është si rriqën atje. Valion Bunjaku i vetë mua mbetet Shoshaj. Foul i Arti Hajdarit. Kapiteni me personalin e tij të parë. Golli i tretë i Bashkimit në çerekun e dytë. Një personale deri tash e ka Bashkimi. Logan Rout, giganti Pejan i jashtëzakonshëm me të vërtet. 15 pik, 3 kërcime, 1 blokade, 1 top i vjedhur, pa e hup asnjë top. Duhet të pushoj dhaj pak. Edwards hyn në lojë dhe vjedh këtë top. Mirë, po edhe shorteri ja vjedh topin. Edwards, po ashtu, opala! Shmendët atje Damir Milaqiqi, thot çao ka ndodhur, a jeni normal? Veç me apo reagime, tentim, nuk ka shënim. Edwards, thot Milaqiqi, naluni pak, merr një frym, s'po mundet me besu se çfarë gabime fillestare po bëjnë lojtarët e tij. Touch green për Edwardsin. Zakor dhe Edwards luftojnë atje. Edwards për mrekulli me të majtën e bën një autoblok dhe realizon për 25 me 39 e kthem plus 14-shin. Iken Wamu për sëri, ik depërton dhe realizon për 27 me 39. Çfarë çereku i dytë i niveluar. Edwards për Shoshajn. Mbrojtje zonale tani e përmirëson Edwardsi. I fundit luan Iken Wamu. Ankot atje. Nuk po mundet me besu se çfarë gabime fillestare janë duke bërë lojtarët e tij. Damir Milaqiqi tenton për 3 pik. Topi hyn e del. Valioni, ik shpejt në kundërsulm, Janjeva depërton, bitë gjithë, tenton, nuk realizon. Aj, shorteri atje. Nga një pozit ku ishte më vështirë të huqe se të shënohej. E huqe. O'Shawn Williams është lënduar gjatë ati dueli. Në fakt është touch green, më falni, jo O'Shawn Williamsi. Ka ra në krah. Një rënje as pak e lehtë, shpresojmë që të mos jetë klavikula. Ka dhimje të mdha, është ushtrihet atje në tunelin atje touch green. Shpresojnë të mos e ketë thyer klavikullën, është dhimje e madhe. Loja vazhdon, Logan Rout kthehet në parket. Damir Milaqiqi kërkon koncentrim maksimal, një rikthimi skuadrës Bashkimit në ritëm në
qerekun e dytë, pas ati startit të stuhishëm të skuadrës Pejës, e cila pati edhe 20 pik e përsi. Është faulli Gjoshën Zakorit. Është kjo personalja e dytë, largohet Janjeva për mrekulli, ja si e mban atje, vështirë është të mbahet. Logan Raut me vërtet i fuqishëm edhe i lëvizshëm. Hajdari, pra ne ka Bunjakun. Një refer të regoj se e ka prek, dy të tjerët thanë se nuk e ka prekur. Topi për Bashkimin. Vamu depërton për mrekulli, atje faulli Fatlindit nëse zgaboj. Po, Fatlind Shoshaj. Faul, do t'jenë dy gjuajtje të lira, ishte në depërtime sipër, akti gjuajtjes në kosh. Dy gjuajtje do t'i ketë Iken Vamu, 60% të efikasitetit ka Vamu, si vjet nga vija gjuajtjeve të lira. Herën e parë sonte Isak, edhe pse topi u hamen pak aty na mos hyn. Herën e dytë, pa problem, për 29 me 39, e afron rezultatin në 10 pik. Përgjysmohet avantazhi i maksimal i Go Plus Bejës në minutin e 12 kishte 20 pike përsi 15 me 35. Nga atëherë kemi një seri prej 14 me 4 në këto 5 minuta loj. Raut, ja vjedh topin Lejson Zeqiri nga dora. Time-out kërkon Damir Milačići për sheqi skuadra e tij, ka humbur energji. Sigurisht do t'ju japim pak Go Plus për ta rikthyer energjin, faul në sulm. Tani hapen i lojen, kërkon trajneri Damir Milačići, i thot Arti Hajdarit, kapitenit, shko në kënd. Kjo pozita pre nga Arti është i pagabueshëm për treshe. Shoshaj për Rautin, i cili ja kthen Shoshajt, veprojnë bashk, tentim për 3 pik. Një aksion fenomenal i tandemit Shoshaj-Raut. Shoshaj për Rautin atje në qendër. E kur e mbylli mbrojtjen, e mbledhi mbrojtjen Raut, a e nxori topin në kënd atje për Shoshajn, i cili pra u tërhoq dhe lancoi, realizoi treshën për të rikthyer përsim prej 13 pikëve, 29 me 42. Është kjo treshja e 6 nga e 5, më falni. Nga 11 tentime për skuadrën e Go Plus Pejës. Dominim me vërtet i peanve edhe në kërcime 22 me 13, në asistime 12 me 8. Kërcimet nga rasti i dytë, second chance points 10 me 6. E tani në realizimin, konkretizimin e pikve nga humbja topave të kundërshtarëve janë të niveluar 10 me 10. Ajo që tani po e vrejmë, ramja e koncentrimit e jashtëzakonshme të skuadra e Pejës, 10 topa të humbur. Në qerekun e parë, Peja e ka pas vetëm 1 top të humbur, ndërsa në qerekun e dytë, besoni apo jo, 9 topa të humbur. Në anën tjetër, te Bashkimi kemi 5 topa të humbur, kthehet në lojë Isaiah Cousins, i cili u ngrit nga banka rezervë parës dhe realizoi 8 pikë, më i miri. Në anën tjetër, fuqia dominuese në trapez në qendër, Logan Raut me 15 pikë, i jashtëzakonshëm. Cousins me njëherë depërton, e kthen topin jashtë Lejson Zeqiri, i cili bombardon për 3 pikë. Për
përgjigjet në treshe me treshe, e afron përsëri rezultati në 10. Çfarë çereku i dytë i zjarrt. Në çerekun e parë, luajti vetëm një skuadër, Go plus Pea, dhe patëm dominim absolut të mysafirëve, ndërsa në këtë çerek super ndeshje. Shoshaj i shkëlqyeshëm në çerekun e dytë. Arti Hajdari nga një pozitë e vështirë tenton. Nuk e ka prekur atje rrethin. Koha ka shkaduar, topi do të jetë për Bashkimin. Damir Milačići. Nevri Kosët shumë hidhrohet në lojtarët e tij. Cousins. Bukur atje, tenton Wamu. Mirë, po topi ri i kthehet në duar Lejson Zeshirit. Tani edhe mbylljet e lojtarëve nuk janë si duhet. Cousins tenton, nuk realizon. Logan Rout e spastron situatën. Definitivisht siguresa e lojës skuadrës së Go plus Pes në pjesë të parë. Logan Rout vjen atje ndihmon me blok, pick and roll, nuk ja pasojnë topin, mirë, po Shoshaj depërton për Arti Hajdarin, lëviz për mrekulli, Shoshaj edhe njëherë nga këndi tenton, nuk realizon, Edwards lufton, megjithatë Lejson Zeshiri topin e fiton. Sekondat e fundit të këtij çereku fenomenal. 17-11 në këtë çerek për Bashkimin. I pari ishte 31-15. E shtrengoj mbrojtjen Igor Jovovići. Dukshëm në çerekun e dytë. Nga 31 pikët e realizuara, tani vetëm 11 pikë në këtë çerek i ka lejuar mysafirëve. Jović, atë duke i falenderuar tandemit Valion Bunjaku dhe Muhamed Ali Janjeva. Cousins dalet në mënyrë të paljuar, do të jenë dy gjuajtje të lira për Isaiah Cousinsin, i cili është më i miri tek Bashkimi, ngrit nga banka rezerv për të realizuar 8 pike, 2 asistime. Hera parë që është në vinë e gjuajtjeve të lira, nuk shënën. Ka një efikasitet prej 90% në këte edicion në ProCredit Super League. Çudi që e huqi, nuk i ndodh kjo shpesh. Realizon dhe e përsin në një shifrore afron. Time out, Damir Milačići kërkon, 33-42. Ja, Janjeva në fokus me të vërtet në çerekun e dytë, me inkuadrimin në loj të Muhamed Ali Janjevës dhe Valion Bunjakut. Trajneri Jović e shtoi presionin jashtëzakonisht shumë dhe detyroi skuadrën e Peës që të hiq më pak se 10 topa vetëm në të çerek. Në çerekun e parë, Go plus Pea e ka pas vetëm një top të humbur, ndërsa tash i ka 11. E kjo është vjen si pasojë, si rezultat pra i presionit të jashtëzakonshëm të Bashkimit, të cilën e udhëhoqën në mbrojtje Janjeva dhe Bunjaku. Në anën tjetër, pra sa i përket realizimeve, Isaiah Cousins është lider, ndërsa Wamo e Zeshiri kanë kontribuar me nga 6 pikë, janë më të mirët, ja po e shohim. Vazhdon Go plus Pea të dominoj në kërcime, mirë, po sa i përket asistimeve janë përmirësuar dukshëm lojtarët e Bashkimit, 4 treshe, në fillim i patën vetëm një treshe, 4 i pati në anën tjetër Pea, e po u përmirësuan. 3-1 në këtë çerek sa i përket tresheve. Edwards kërkon që të hapët loja trajneri Milačić. Shoshaj i shmangët presionit. Shëndrit Llapi tenton dhe treshën e realizon, përgjigjet në treshe me treshe për 33-45. Shorter personale e a ishte Edwards, a i cili shkaktoj personale.
po. Cesar Edwards, personali atje e parë, dueli lojtarëve me numër 7. Edhe Shorter e hu gjuajtjen e lirë, me të vërtet sot në gjuajtjet e lira të dyja ekipet, po kanë të lashe. Williams dhe Qereku i dytë, pjesa e parë mbyllët me 12 pike përsi 33 me 45 në treshën e Shëndrit Llapit. Skuadrat shkojnë në pushim me avantazh të Go plus 5 prej 12 pikëve. Një qerek i dytë i jashtëzakonshëm me tempo të jashtëzakonshme në start pra. Go plus 5 pati 20 pikë dallim, 15 me 35 mirë, po duke i falenderuar një serie për 5 minuta prej 14 me 4 të bashkimit. Shtrëngimit të mbrojtjes me të vërtet 14 pikë i realizojnë në këtë qerek skuadra e Go plus 5 për dallim nga qereku i parë ku realizoi 31. Janjeva dhe Bunjaku ishin më meritorët për këtë mbrojtje, më pas erdhi edhe sulmi dhe treshet të cilat i realizuan pikërisht Muhamed Ali Janjeva dhe Valon Bunjaku në fillim për ta nisur atë serin prej 14 me 4. Rezultatin në fund të pjesës së parë u afrua dhe në një shifror pas gjuajtjes së lirë të Isaiah Kozinsit. Mirë po, në sekundat e fundit me asistimin e Fatin Shoshajt, Shëndrit Llapi lansoi treshën e qelloi dhe ekipet në pushim i dërgoi me rezultat bashkimi 33 Go plus 45. Pas 10 minutave do të lajmërohemi përsëri nga palestra Sezai Suroj për pjesën e dytë të derbit të pest si vjet, derbit të Dugaxhinit mes të bashkimit dhe Go plus 5.